Dolce kishte hyrë në shtëpinë e Big Brother si një stu i drite, dhe tani që dera u mbyll pas saj, shtëpia u mbulua nga një heshtje që se kishte përjetuar kurrë. Momenti i daljes së saj ishte aq i papritur sa askush nuk pati kohë të përgatiste zemrën. Ajo u kthye edhe një herë nga banorët, buzëqeshi me atë buzëqeshin e saj të ëmbël dhe i dha shtëpisë lamtumirën e fundit. Edi, që deri në atë çast ishte përpjekur të tregonte forcë, nuk e mbajti më veten sapo dera u mbyll. Sytë ju mbushën me njëherë me lodh dhe ai ul në shkallët pranë korridorit, duke mbajtur kokën mes duarve. Banorët e tjerë u afruan, por nuk guxonin ta shqetësonin. Dhimbja e tij ishte shumë e fortë. Shumë e vërtet, më la bosh. Përshpëriti ai me zë të dridhur, këtu çdo gjë më dukej ndryshe kur ajo ishte këtu. Atmosfera në shtëpi ndryshoi krejtësisht. Edhe ata që nuk kishin pasur ndonjë raport të afërt me Dolcen e ndjenin mungesën e saj. Në kuzhinë mungonte zëri i saj lojcak, në obor mungonte energjia që sillte, dhe tek dhoma e gjumit mbeti një qetësi e pazakon, një qetësi që të fuste mall. Benita u përpoq të ngrinte moralin e banorëve, por edhe ajo shpesh e kapte veten duke parë nga dera, sikur të priste që Dolce të kthehej me ndonjë batut apo buzëqeshje të re. Kushtrimi u ul me Edin në obor, duke i qëndruar pranë pa thënë asgjë. Ndonjëherë heshtja është ngushëllimi më i sinqert. Ndërkohë Edi nuk e fshite më asgjë, as lotët, as dhimbjen, as zbraztin që kishte lënë pas Dolce. Ai shikonte nga kamera, sikur donte t'i fliste, shpresoj të jesh tu më pa. Se unë nuk di si me vazhdu pa ty këtu. Shtëpia natën dukej më e ftohtë, më e heshtur, më e zymë. Banorët u shtrin herët, por askush nuk flinte. Dukej sikur Big Brother i vet po merrte frymë më ngadalë, sikur po ndjente largimin e një prej zemrave të tij. Dolce ishte larguar, por prania e saj mbeti e gjallë në çdo cep të shtëpisë, dhe Edi. Ai vazhdonte të qante, sepse për të, kjo nuk ishte vetëm lojë, ishte humbja e një pjesë të.